blokues dhe kanë bërë blokada të qëllimshme edhe nuk e kam kuptu këte. Nuk e ke kuptu? Për shkak mungesës të intrigës? Jo, se kam mendu që dikush që është i zgjedhur prej qytetarëve të kryeqytetit edhe duhet me ju bashku një vizionin një transformimit të mirëfillt. I kemi pas projektet madhore si unazën e kryeqytetit, për shembull, që është për të mirën e të gjithëve, nuk është ajo për të mirën time personale, është për të mirën e kryeqytetit. Edhe tek e fundit kryeqyteti më ka votu mu për me shty proceset përpara dhe në këtë aspekt të gjithë asamblejistët ishte dashur me qenë me ndejt pas projekteve madhore. Mirë po, për fat të keq, këto janë bloku nga niveli qendror, po them prej kryeministrit, ministrit të financave, edhe këtë kam pa atëherë që mendësia këtu është pak e rrezikshme, se kjo mendësi bllokuese, sabotuese nuk është e mirë për vendin tonë. 2 vjetë, shumë e sinqertë, 2 vjetë nuk e çka po bëjnë. Ku menu se dikush që votu për qytetarët ka obligim me besu në vizion për tendasive politike me shumë punën përpara. Mas 2 vjetë ke kuptuar çka kanë bë. Pse së ndryshove, ke mujtë me këty lojën, pse nuk e theve lojën? Çka të ka majtë me qëndru pranë me vazhdu në parime, se 2 vjetë me besu në dikojnë, mas 2 vjetë për shëtë që këtë për botë për një kalkulim ngusht politik, edhe me vazhdu me së qeni njëti, pse përpe? Është që aspekti personal, po mendoj unë pozitiviteti ndaj qytetarëve, ndaj njerëzve, ajo është diçka që unë besoj edhe i du të gjithë, po them, qytetarët e kryeqytetit, pa marrë parasysh, mundohem me shprejat pozitivitetin, me nda me ta edhe me ju të regu për vizionin, për transformimin, për kundër faktit që ndoshta shumë sabotojnë, blokojnë, e mendojnë ndryshe. Normal që tash e di që duhet me auqit në pa, duhet me i të regu qytetarve kush blokon, kush saboton, në mënyrë që herën e arshme mos me i votu këta njerës që janë blokues e sabotues. Po unë prap po them, nuk ma i nati me ta, ja u fali se aq din, aq bojnë. Do më thonë, nuk e kanë nivelin emocional, atë inteligencën emocionale të ngritur në atë nivel, ku edhe munden me mendu për te aty në ndjenjave momentale, edhe majnë kanë ego, majnë i nate, nuk ja u shoh për të madhe. Cëla u konë kauza si të ka pështu mësë mu tjetërsu, mu bo një që është funksionon politika këto? Po them që nuk e marrë ato personale, unë e një vetën, e di kush është për parim Rama, e di për çka jam këtu, e di për çka qëndroj, edhe mendimet e tjetër kuj munden me qenë të ndryshme, po ato janë, po them, personale edhe unë ata asamblejist ose politikantë të cilët janë mundu me blokuar, me sabotuar dhe janë mundu që në shpinë të blokadave dhe sabotimeve të përfitojnë, ata e shohin vetë tash edhe në njësja. Dikur si kur ti, që e shkollu i rrit, ke ardhë prej Londra dhe kur ke ardhë, kena folë bashkë në telefon, kur në binë pitë parë, më kanë, si më ke të regu si vëdo me kandidu, vjen me tona vullnet, me bot diçka dhe balafasoshte 2 vjetë, se tjertë nuk e pranojnë, thonë, jo, po unë e kum ditë, 2 vjetë s'kum ditë çka pëmbojnë, mas 2 vjetë e ku marrësh që më bëjnë lojën. 2 vjetë. A ke pas në moment kur ke thonë, hej, po duna mu bodhën e po bona si këta, që atë kam brojtë, që a mësë mu të tërsu mu bon njëjtë? Se këtu ka njerë i natit e ke funit jem shqiptarë, dhe del disysh, thu hej, mos ku krejt për mojnë, hajtë bojnë adhoni sa shtu. Mendoj që ne si shoqëri jemi në një fazë tranzicioni, në një fazë ku ndoshta e marrë, jemi një shtet i ri, në një fazë tranzicioni ku të gjithë janë duke mësu. Disa kam pas mundësi për me dalë jashtë, me u taku me qytetrime tjera, me kultura tjera, me pas eksperienca, me u përmbush personalisht. Për shembull, unë jam i përmbushun personalisht, profesionalisht, në aspektin edhe karrierës, profesionit, të gjitha aspekteve në jetën time, edhe këtu kam ardhur për me dhonë. Edhe kjo është ndoshta një forcë imja personale që nuk mundet me mlëkund, ose s'mundet me mlëkund askush, ose asnjë ashtu proces sabotues apo bllokues, sepse e di për çka qëndroj, e di ku duhet me shku Prishtina, e di që kemi vizionin edhe jemi duke e qu andej. Edhe po ashtu kam thonë që më vjen 8 vite për me qu kryeqytetin aty ku duhet. Tash jemi në 4 vitet edhe kemi shty proceset përpara. Pra jemi në gjysmë, na duhen edhe 4 vite tjera për me bë transformimin total, edhe nuk më dal asnjë blokadë, asnjë sabotazh, asnjë fjalë ashtu negative, edhe mendoj që secili prej nesh, nëse mundet, din edhe don, e ka për detyrë për me ndihmu që shoqënia jonë me kalu në këtë fazë tranzicioni në një pjesë tjetër që ne i qesim ato nevojat e shoqërisë para atyne i natëve personale. Edhe fillim të një fjallë mirë, kur ku marrë të menu qaj që i ka marrë votën, nuk menon intrigë, as për bloku për shkak të interesit, me ecë për para. Me gjithë këtë sfidë, 2 vjetë, me tonë ato sfida, me tonë ato koalicione,
Thatë jam I përmbushëm, do më thonë, me krejt backgroundin e juj në aspektin profesional, je përmbushëm, ke mujtë me marrë një rogë matë mirë se këtu. A ke pas në moment me thonë, s'ka lype për parim, s'qerë. Se vjen do momente kur I shek krejt,